shkruajtja Allahut thotë selam aleikum, kam një pyetje për hoxhën, si komentohet thënia ja? Ku ja kam qelluar është prej Allahut. Allahu shpërblet. Kjo kuptohet në forma më e lehtë e kuptimit është ajo që ka folë Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Ajo ku kam qelluar është prej meje, është prej Allahut, ajo ku kam gabuar është prej meje dhe prej shejtanit, çështu thuhet. A ka të bëjë që më thonë, o kosh, së është për kaderit Allahut kja, jo s'ka të bëjë. Por, spjegimin ma qartë e jetë vetë Ibrahim a.s. fjallët e cilit i ka sjell Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an. Alladhi khalaqani. Ibrahim a.s. kur ka folë për Allahu subhanahu wa ta'ala, thotë është ai, Allahu është ai i cili më ka kriju e mund. O razaqani, më ka furnizu, më jep me hangër me pi. Edhe më ka udhëzu, dhe më thonë kretë, çka janë të mira, thotë më ka dhënë Allahu. Fe idha maridtu, kur të smuhem une, fe huwa yashfi, Allahu më shëron. Pse ka thonë Ibrahim a.s. kur smuhem une, e nuk ka thonë kur të më smuhen mua Allahu, se smundja jenë për Allahu. Smundja, a u konë kader, a se konë kader. Pse Ibrahim a.s. fajet për smundja ka qitë vetës, e nuk i ka thonë Allahut. Nuk ka thonë Ibrahim fe idha maridtu fe huwa yashfi. Kur unë smuhem, Allahu subhanahu wa ta'ala më shëron. Prej edukatës të Ibrahimit a.s. ka qenë që mos me thonë Allahut në tim ke smu. Por, a ka smu Allahu? Po. A ka zbrit smunin Allahu? Po. A smuat dikush pa e smu Allahu? Jo. As që shërohet dikush pa shëru Allahu. Por, të smundja dhe të gabimet, gjithashtu ka një shpjegim. E keqja gjithmonë ndodh pasi që e kemi bën ne ndonjë gabim. Kur ndodh ne e keqe, ndodh për shkak të një gabimi që na e kemi bën. Ajo keqe që na ndodh neve. Pastaj, a ka pru Allahu që ato se ka pru, po ka pru Allahu. Tash ne, kur të vdes dikush në familje, a thojmë, vdes, a e mytja Allahu? Vdes. Po, a ka vdekaj me saktim, a ka vdeka Allahu ato? Po, Allahu ka vdek. Por ne nuk e fajsojmë në këtë mënyrë Allahu. Edhe ku e qëllojmë, dhe më thonë, thuhet prej Allahut për shkak të negative të Allahut që i ka dhënë ndaj neve, na e kemi qëlluar sakt ato që kemi folur. Kur kemi gabuar, pse kemi gabuar? Po na kena do keq diçka që kena gabuar. Femini o me në shejtan, gabimi ka ardhur prej meje, se se kum kuptu mirë dreshin nga shtin, çfarë? Nga quhet me kuptuar çka. Se me laqet nuk shtin në thirr kufrën shirk, jo. As në haram, as në gabim, as vahi, as uzimi Allah subhanahu wa ta'ala. Për këtë, kjo thuhet vetëm për shkak të edukatës me Allah subhanahu wa ta'ala. Se me edhe kur e qëllojmë, edhe kur gabojmë, është në caktimin e Allahut, wallahu a'lam.